E kemi, me thonë, nga regjia deputetin vetëm Berisha, ta dëgjojmë? Nuk do të ndryshoj asun asgjë. Dhe më thonë, unë kam votu kundër dhe vazhdoj me votu kundër një propozimi i cili vjen për të votuar fshehur. Edhe unë mendoj që një kryetar kuvendit duhet ta ketë legitimitetin publik dhe të jetë kryetar i gjithëve dhe të ketë mbështetje publike. Edhe aq më tepër kur konsiderohet që është kundër rregullores dhe kundër kushtetuese dhe në këtë fazë nuk duhet të ndryshojë procesi i votimit. Për ndryshe, jam interesuar shumë që të filloj funksionalizimi institucional, ka marrë pjesë në takimin me presidentin, edhe po ashtu kemi bisedu dhe jemi shumë të gatshëm që me shty këtë proces përpara. Nga takimi me presidentin, a mund të na shpalosni cilat kanë qenë qëndrimet tuaja, sepse kemi vajtur një takim të ndarë dhe nuk kemi arritur të marrim deklarata nga ana juaj. Takimi ka qenë, arsyeja takimit është ditë, domethënë është ditë që me dal nga kjo situatë. Ne kemi dalë me disa propozime, domethënë kemi diskutuar disa mundësi të cilat na dërgojnë në zgjidhje të këtij problemi. Përfundimisht është konsideruar që për momentin nuk ka një vullnet politik, sepse po të ketë vullnet politik ka zgjidhje kjo çështje, edhe normalisht është zgjidhja e fundit e cila mbetet me u dërguar në gjykatën kushtetuese dhe me u dhënë interpretimi prej atje për situatën për cilën ne jemi. Unë insistoj që partitë politike, domethënë këto që janë kryesore, duhet të ulen dhe ta bëjnë një zgjidhje, sepse nuk është pengesat e partitë e komunitetit, dhe përfundimisht nëse nuk ka vullnet, atëherë nuk duhet të humbur kohë dhe duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese, për ndryshe situata mbetet e njëjtë. Dhe qëndrimi im është le dihet sepse unë jam për me u bë konstituimin e kuvendit, ndërsa po presim për një marrëveshje me qeverinë. Faleminderit juve.